në Parlamentin Evropian për herë të parë u folë Shqip. Sebastian Evander, eurodeputet Gjerman, tha Shqipëria nuk është në shitje. Parlamenti Evropian tha luftoni korrupsionin dhe krimin e organizuar. Pra e ka me qeverisjen, jo me shqiptarët e thjeshtë. Janë qeverisja në 2015, një raport i OSBE-s thotë Kryeministri Rama ka 200 milion euro në offshore. Nuk besoj, asnjëri nuk beson që janë para të grumbulluara nga rroga e tij. Pra është korrupsioni. Bandat e krimit organizuar të cilët u goditën nga SPAK kanë marrë vetëm njëra, ka marrë 1.2 milion metra katror për të bërë ndërtime kudo nëpër Shqipëri. Dhe firma e kujt është? E këtij zotris. Prandaj ne gjithë duam të largojmë korrupsionin dhe krimin e organizuar. Shqipëria nuk është në shitje. Faleminderit.